Dashurira e Markos nuk u pëlqen fëmijëve dhe ata bëjnë të pamundrën për ta prishur fejesën e saj me Mirin. 100 kg ka barkun. Ata ja dalin ban, por japin edhe një mësim Benit dhe gjithë prindërve, që përpara se të marrin një vendim për fëmijët e tyre, duhet i pyesin dhe ata. Po mirë është na pyesni edhe ne fëmijët, dëshirat tona. Ndërkohë, një djalë i talentuar për ditë këndon tek liceu. Ai me të ardhurat që fiton, blen mjetet shkollore. Ky djalë i bie në sy Andreas, i cili kërkon ta ndihmoj. Pasi edhe Andrea, kur ka patur nevojë për ndihmë, dikush i dha një dorë. Danielit i ka ardhur e motra me pushime. Një ndjenjë dashurie lind me saj dhe Mirit. Ndërkohë që Marko dhe Enea i bëjnë një lojë të vogël komshiut Grindavec. Një lojë e vogël, por me dëm të madh. Na ndiqni pas pak në serinë e 5 të Dadoja e pallatit ton. Ka motor. Jam i varfër, po i lirë, ndaj më pëlqen varfëria. Kur do të rroj më mirë, surdhëron do të vetan atia. Recitoke shumë bukur. Po mirë, ditit ku janë këto vargjet, kush i ka shkruar? Po si se një, Qajupi. E çfarë ka qenë ky Qajupi? Shkrimtar ka qenë. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që unë e di gjitha vjershat dhe gjithë këngët përmendesh. Qenë ke shumë i zgjuar. Po jam. Unë dhe kërcej bukur. Jam aktori ma, thot babi. Po një artist i madh nuk duhet të rikë në rrugë dhe të lypi. Të lypi. Unë e fitoj paran duke kënduar. Unë këndoj dhe njerëzit më hedhin lek. Po mirë, kur të rritë çfarë ke dëshirë të bësh? Artisti madh do bën, po njërë më para duhet të mbaroj liceun. Sikur unë të të bëj një propozim. Jam i bindur që do të pëlqej. Ke qenë ndonjëherë në cirk? Jo, nuk kam qenë, po unë e di që ai është vend që ka edhe akrobacia edhe magji. Prandaj shkojnë fëmijët. Do të pëlqente për shembull që ti të jepje shfaqje për njerëzit. Ose jo, artisti prandaj është artist, që të kënaqë të tjerët. Po mirë, po duhet ta fitosh provën ama. Je gati ta provojmë? Gjoxhi Beni. Ua, sa që nga rritur Viola, ha? A mirë, shiko se është rritur. Po. Viola së shkolla. Ke ardhur me pushime? Po miri, po kur të lash ti nuk ishe kaq, do me thënë që ke shëndosh pak. Po pra, prandaj nuk po i gjem punë babi, se na shëndet që ka i kush e merr punë. Po edhe shëndeti të shkon, edhe kështu je shumë mirë. Po takojmë një nga këto ditë për kafe? Po, patjetër. Kështu përvetëson dhe gjuhën, se pas ka ruar fare. Po pra, do të mësoj gjuhën ky që flet një fjalë në shekull. Ikem. Bëjt fara babit. Po luen kokën, të kërkërje ke pa e deshe. Jo, e di që e kamerak. Nuk do gjitha shqetësoj njëri. E në babit. Hajde. Këtu të thashtë. Po ecë më se nuk është për ty aje. Po pse, më pëlqen? Po ta dëgjoj babi ti hoqe studimin nga Greqia ti qenë Honolulu.
Sot do më bësh kujdes më shumë se zakonisht, e? Se kam një takim biznesi me disa truaj edhe duhet jemi mirë normalisht, duhet i paraqitet dinjitoze, nuk dua që tonë, kupton me? Plagën edhe fije me hallë të tjerë. Më bëna këtu? Qa bërë këtu? Thash kam takim? Kësh bërë? Kësh bërë? Më falë, nuk e di, me të njëjtë numër që të bëj gjithmonë të kam bërë. Qa numëri më, qa numëri gjithmonë më? Nuk e di. Që nga prap ata? Prap numër? Orë majmunë. Orë rrasën. Edhe ty, ku ta ka vidurat në gjyrën e kuqe? Me si shte bërë koka? E meritonte, nuk ka për talën me kash tani. E që të bëj? Me nëse duhet kohët për nërve tonë. Po pra po, për njerë duhet të ndrojë gjyrën e floge, se s'ka si të dalë jashtë. Si gjenë dukesh, po të shkoj? Edhe ti. Në ta dyshe? Marko dhe ne të pas kanë bërë kështu. Po. Po të isha se ty nuk do e lija me kaq. Unë voja kam për në këtë rast jam me ty. Apo jo Genti? Po. Zemra. Mama. Babi. Në shpike. Po më dëgjove mua, mos si shqetëso ata. Ata nuk kanë fajtë të shkretët. Afropër? Beni? Pas kanë ardhur. Si ka lëu? Një djalor se ky do të na bënte shumë punë edhe. Po nuk e di a do t'i plotësoj dot ato kërkesat tona këtu. Shiko, djali është i talentuar. Po? Por ama edhe duhet punuar me të. Megjithatë ju shiheni një herë pastaj vendosim. Unë edhe mund ta pëlqej. Por është publiku ai që vendos. Pastaj ne në këtë periudhë kemi ndërprer shfaqet. I jepin një shans. Jam i bindur që ai ishte talentuar, se unë ndryshe nuk do kisha ardhur. Djali kërcen, këndon. Sa mbaj mend unë në një intervistë që keni dhënë për median, keni thënë që duhet jepni një dorë talenteve të reja. Edhe më mirë se ju nuk mund ta bëj dot askush. Apo këto i thoni sa për sy e faqe. Mare Ben, më ke zonë ngusht. Por ti e di që unë nuk ta prish dot. Marë burë, njëra dorë lanë tjetër. Na thuaj kur duhet paraqitemi për provën. Të hana në 11. E dija që do pranonte. Ai ka zemër ftori. Mos e shikoj ashtu të ftohtë. Ndjej. Me gjitha të hallë që ka ai, nga njerë njerëzit që duken sikur janë shumë mirë, kanë probleme më të mëdha. Por Sandri është ndjeshëm ndaj fëmijëve dhe ndaj talenteve. Beni, duhet punoj fort me djalin tani. E fitova provën? Shiko, njerë për njerë duhet punosh fort që të fitosh provën. Unë do punoj shumë se e di kur dëshiroj një gjë, ajo realizohet.
Të them të drejtën, mua më pëlqen të gjitha gjendjet e pikturave. Van Gogh në fakt filloi të jepte më shumë ngjyra pikturave të tij, vetëm pasi filloi të takonte piktorë më të mëdhenj se vetja. A, sa të bukur e ka atë pikturë me lule dielli. Nuk e di se ku e kam dëgjuar, por di që kur ai vdiq, arkivolin e tij e mbuluan të gjithë me lule dielli. Oh. I pasjen lëm penelat, ja pasjen ministru Muhabetit për 7 parqefe, ha? E, gjys, po flisni për Van Goghun. Sa larg pas keni shkuar. Mua të keqen gjyshi mos më ngatroni aty se ndryshe do të isha për piktor pastaj. Piktor bëhesh vetëm kur ke talent. She. E, po ti e di që gjyshi gjatë jetës së tij ka pasur qejf cirkun. Sa larg pas keni shkuar. Ne në kohën tonë nuk lidhnim do 2 fjalë. Era, ikim të keqen gjyshi. Se do të filloni me një Rembrandt bas Van Goghut, e unë nuk e ndjek dot se jam plak, Se thua, ikim? Konkursi se po afron gjys. Po mirë, le të afroj. Ti je talentuar, ke përfituar. E, këtë ma thua vetëm nga që jam besa jote. Ti je talentuar edhe jem besa ime e adhuruar. Nëse erdhet. Si është babi? Mirë. Është estetik këtë vit. Si jeni? Ky është djali? E ka punuar ndonjëherë në kuzhinë? Jo asnjëherë. Po kam parë shumë emisione që flasin për ushqimin. Kuptoj, po kuzhina s'është i film. Është një profesion i vështirë. Gjithë jetën ka gatuar të tjerët për të. Ndërsa tani duhet gatuaj vetë. Të marrë edhe një profesion. E puna në kuzhinë është një profesion, se duhet ta dashurosh shumë atë që punosh aty brenda. Nuk është e lehtë. Dhe jemi që jemi këtu. Duhet i flasësh pak për ushqimet që duhet të konsumoj. Se, si që shikon, është obez. Ju jeni një familje obezësh. E duhet të konsumoni sa më shumë perime, të eliminoni gjërat me gaz e pini sa më shumë ujë. Fredi, dashuria për ushqimin na i ka zënë syt. Po hapini syt pra se s'ka stroba për masën tuaj. Mirë pra, ne me djalin po futim në mbrëmje, flasim më pastaj. Biri. Trupi është si një makinë. Edhe si çdo makinë, do në karburant të funksionojë mirë. E sidomos në karburant shumë si sot. Mbaje mend se një makinë mund ta ndrosh sa herë dush. Por trupi e ke derisa vdesësh, prandaj duhet ta trajtojmë sa më mirë. Ne këtu po bëjmë bukën, po të bëhet para, brumin e bukës, po bëjmë para dhe pastaj do ta bash vetë. Kuptove? Ky është shoku i babit, prandaj të solla këtu. Po sikur ta merrte vetë në telefon babi, do të ishte më mirë se këto punë kështu bëhen. Pse jo Benos, mjaftojon tyje? Pastaj, babi i përdor njerëzit vetëm për punët e veta, e jo për të tjerët. Duhet të them ty faleminderit, Zërë se e the, kjo kuptohet. A thua do ta marri vesh që kemi ardhur këtu pa lejen e tij? Shpreso të mbarojnë punë, e pastaj presidenti i firmës jam unë, jo babi. Una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata e fronte rosa, io te incontrai, volevo offrirti pagando anche a rate, un brillante, e quindi c'è cara.
Beni, po jemi për dhe. Po je prit, anë Gjoxhi Beni. Shiko Gjoxhi Beni. Anushka, Ana. Po Beni, po ku s'kam kërkuar o për dhe, nga s'kërkova. Po se më thënë ata që lagjes aty dhe në Shkodha se ke këtë parku mbrapa Pallatit Kulturës, edhe erdha me njerë këtu. Po mirë, po telefonat. Ana. Për telefonat për se në shpikur. Është vajzë mbarë, po lëviz pak shtu kur ka kalamajt të tjerë. Telefonat e dy pse në shpikur, po i kam rënë telefonit 5-6 herë Beni të deli fikur, kontrolloj telefonin. Kontrolloj telefonin, kontrolloj. Se bukmituar të di, u kënaqa kur pashën në TVSH, transmitimin e kampionatit botëror të futbollit, ha? Po. Që u kënaqë më bë zemra mal më bë. Çfarë bën, do të rrofsh, po mirë ti me kë ishe. Unë asnjë. Si asnjë, po pse shikoj kampionatin pastaj? Jam nostalgjik i TVSH. Beni, e di pse kam ardhur tamam Beni që ta them. Këta janë fëmijët e mi, dy janë. Unë kam një dasë, kam një hall. Duhet të shkoj në dasë me gruan, po s'kam ku i lë këtë aty. Ka problem nëse rregullohemi ti mbash pak, nuk janë shumë, 2 fëmijë janë. Mos se diskuto. Pastaj ti e di që unë këtë punë kam me pasion. Jo, di po thosh mos e ngarkuar dhe kënaqje me shpirt. Ke lecuar shumë. Dgjoj. Harrova ti kush ka rritur? Jo, nuk ka harroj. Pra? Nuk ka harroj, jo. Rrofsh Beni, ti ke pa merak me fjalë. Pa merak të trashëgohet shifti edhe mos e diskutoj fare. Falenderoj shumë. Gjithë mirë. Falenderoj shumë. Ana! 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 Alo! Ana! Jo më ti e mirë, ti e Beni e mirë. Ti jam babë, ti jam babë. Nuk besoj se të kanë lodhur shumë, Jo. Kanë ndëjur si 2 engjëj. Qa të 2? Po, qa të një Sa të detyrohen, Beni? Sa të detyrohen, mos e diskuto fare, asgjë. E bëra me gjithë. Asgjë fare? Jo, asgjë. Rrofsh. Faleminderit. Sa herë kesh nevojë? Hajde. Sa herë kesh nevojë këtu jemi, ha? Faleminderit. Hajde. Mirupafsh. Gjithë mirë. Mirupafsh. Hajde. Mirupafsh. Hajde. Hajde. Rrofsh Beni, mirupafsh. Gjithë mirë. Shlet. Vapshi, pash. Si shpagoj njerë, aqë? Harrova dhe karrocën, Beni. Po. Jo, se unë nuk më duhet karrocën. Jo, nuk e prisë që mos merre si lek. Faleminderit. Jo. Mirupafsh. Për ty. Si shpagoj njerë kë njeri, po. Ka ardhur në skenë sikur t'jetë një triumfator gjigant, interpretuesi më i mirë i festivalit. Bravo! E pet gjallin mbrëm televizor? Sigurisht, unë e dija që ai do ja dilte. Nuk na shkoj mund ndikot. Jam i bindur që ai djalë do të ketë një ardhmë të ndritur. Era, i ke kot dhe emocione. Unë e di që ti ke fituar. Gjysh, ti e di se se duhet të shkon. E di më shpirt, e di. Mandje, ka menduar gjithçka, edhe se çfarë do vesh ditën e parë. E dëgjon Iris, e dëgjon çfarë thot. Ka dalë lista. Dua të vi me ty. Nuk i shikon gjithë të shkallë, më prisni këtu. Nuk ka ram këtu? Po si, ka. Por më prisni se erdha, nuk vonohen. Era, të thash, ja done bia ime. Fitove, ja done mban bia ime. Ti e më e mira. Si do një vajza? Fitoj, fitoj. Për të fitova, për së të e bëja atje brënda? Ti nuk ka ram. Do ta gjemi zgjidhje. Edhe ai djaloshi juaj ju përzjodh në talentet e reja. E di. Faleminderit juve. Ardhmja është atyre. Aty jam. Po largohemi. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Suksese. Shkojmë edhe ne, vajza?
Kjo është e pa drejtë. Sa gjërat pa drejta ka në këtë botë, more Beni? Po, duhet me dojë shteti për këtë. Jo vetëm këtu, po gjithandej. A disa gjëra ka këtu për të rregulluar, nuk ke nga të nisësh. Ja, që këtu. Të gjithë vinë në këtë botë barabartë dhe duhet të jetojnë si të tillë. Të gjithë meritojnë të jenë të lumtur. E sidomos fëmijët. Djali kërcen, këndon. Sa mbaj mend unë në një intervistë keni dhënë. Në këtë seri, ju ndoqët përpjekjen e Andreas dhe Benit për të ndihmuar blerimin. Djaloshi talentuar duhet të përballet me një provë dhe mësues më i mirë se Beni në këtë rast nuk ka. Ndërkohë që Miri është në përpjekje të një pune, ndjenja që ka ai për violën tashmë e detyron edhe më shumë. Ndërkohë që Danielit ndon se duket sikur si pëlqen kjo lidhje, prap bën të pamundurën ta ndihmojë atë. Vetëm se miqësi me Livian e ka të pamundur ta kthejë si më parë. Ti si të lë babi me gjithë ato punëzyre që ke ti. Shiko kur flet. Pasi Marko dhe Enea i ndryshojnë ngjyrën e bojës komshiut Grindavec, as që u shkon mendja se aleanca që do të bëjë ai me Dean dhe Gentin do të ndryshojë planet e tyre. E gjithë bara i bie Benit as gjithë situatë. Cilat janë këshillat që u jep ai dy djemve? Na ndiqni në serinë e ardhshme të Dadoja e pallatit ton. Duhet i kërkoni falje. Ika tike zoti shpisë burse. Ik në dila di tjetër. Hajde, ec. Ik ora dila di. Çuna, ik dila di. Eks. Mi ka bëj një komplet. Ba, të falësh do të thotë jesh mos dalë, më kam marrë mos dalë një sekretar për ti, për me. Jo, s'ka lidhje fare se është mesazh jap. Ec. Ku ta kapi? Unë dush ti. Aty mbaj kokën, lutem. Nuk e kupton. Ndoshta të dy? Po, e interesuje apo jo? Po, ndoshta të dy, më të fort. Jo, nuk e di. Janë të dy buçi, janë të dy.